Parashikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Ministri në detyri punave të brendshme Xhelal Cveçla ka bërë të ditur se ka nënshkruar themelimin e grupit punues i cili do ta bëjë analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e Gjandarmërisë së Kosovës. Ai ka shkruar se Gjandarmëria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës së sigurisë, me mision të qartë për të garantuar prezencë të fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit territorial, mbrojtje nga terrorizmi dhe mbrojtje në infrastrukturës kritike. Tutje, ai ka thënë se Gjandarmëria do të forcojë ndjeshëm kapacitetin shtetëror për parandalim, menaxhim dhe neutralizim të kërcënimeve që cënojnë sigurinë e qytetarëve dhe integritetin territorial. Janë bërë 27 vjetë nga masakra në burgun e Dubravës. Aty u vranë më shumë se 100 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Brenda burgut të Dubravës gjendet një pllak përkujtimore me emrat e të gjithë atyre që janë vrarë në këtë masakër, e cila konsiderohet ndër masakrat më të mëdha të regjimit serb të kryer ndaj shqiptarëve. Avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Luka Mishetić, ka kritikuar ashpër efikasitetin e gjykatës së apelit që funksionon brenda dhomave të specializuara në Hagë. Ai përmes një postimi në platformën X ka shkruar se gjatë 5 viteve e gjysmës sa Thaçi po mbahet në paraburgim, të gjitha ankesat e paraqitura nga mbrojtja janë refuzuar. Sipas tij, bilanci i ankesave në rastin e Thaçit është 0-40 në favor të speciales. Vendimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit pritet të shpallet me datën 20 korrik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet ta mbajë sot mbledhjen e radhës. Antarët e KQZ-s do të shqyrtojnë dhe miratojnë dizajnin dhe përmbajtjen e fletë votimit dhe broshurës informuese për zgjedhjet e datës 7 qershor. Ndërkohë, KQZ ka aprovuar mbi 131.000 aplikime për votim jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme të datës 7 qershor. Nga KQZ kanë bërë të ditur se procesi i votimit për diasporën do të nisë me datën 25 maj dhe do të përfundojë me datën 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të organizohet me datën 6 qershor. Vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera të ditës. Në Prishtinë bëhet forumi Itali-Kosovë për agrobiznes, një ngjarje që synon forcimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet të dyja vendeve, me fokus të veçantë në sektorin e agroindustrisë dhe zhvillimit rural. Forumi pritet të mbledh përfaqësues institucional, biznese vendore dhe kompani italiane, duke krijuar një platformë për diskutim mbi investimet, partneritete strategjike dhe zgjerimin e bashkëpunimit tregtar në fushën e agrobiznesit. Punëtorët teknik të shkollave në Prishtinë nga sot kanë hyrë në grev për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin prill dhe kushteve të punës. Një ditë më parë, shumica e punëtorëve teknik të shkollave në komunën e Prishtinës, të cilat menaxhohen nga kompanitë private, kanë mbajtur protest. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në sektorin privat, Jusuf Azemi, ka bërë të ditur se këta punëtorë hyjnë në grev deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë të hënës 4 persona kanë vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Sipas policisë, brenda 24 orëve të fundit janë lënduar 19 persona, ndërsa janë shënuar gjithsej 58 aksidente. Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar rreth 2400 dëgjova në komunikacion. Vazhdojmë me një lajm nga sporti dhe ndalemi tek futbolli vendor, ku gara elit ka hyrë në fazën më dramatike. Federata e Futbollit e Kosovës ka ndarë çmimin tradicional Ylli i javës për gjiron e 34 të kampionatit. Ky vlerësim i ka takuar futbollistit të Llapit Ajanit Hasani.
Federata e Futbollit e Kosovës ka ndarë çmimin tradicional Ylli i Javës për xhiron e 34 të kampionatit. Ky vlerësim, i cili i dedikohet futbollistit më të dalluar të javës, këtë herë i ka takuar lojtarit të Llapit, Arianit Hasani, pas një paraqitje të shkëlqyer dhe një kontributi të madh në fitoren e skuadrës së tij kundër Gjilanit. Pasi e pranoi çmimin, Hasani u shpreh i lumtur për këtë vlerësim personal, por vuri theksin të rëndësia e madhe e pikëve për skuadrën. Duke folur për objektivat e Llapit, Hasani nënvizoi se pozita aktuale në tabelë nuk pasqyron cilëtetin e vërtetë të grupit. Normal e kemi ditë para ndeshjes që lojë shumë e vështirë. Kemi përgatitur gjatë të javës për këtë ndeshje, normal presioni ka qenë shumë i madh, por jam i lumtur që i morëm 3 pikë dhe dolëm faqe bardhë. Normal synimet tona kanë qenë në kondën top 3-shën e parë. Normal që s'është mirë dhe shpresojmë që të ikim edhe barazhet. E dim që kemi mjaft mirë dhe se meritojnë atë ku jemi me qenë. Falenderoj bashkëlojtarët dhe trajnerit që pa tas mënsha me marrë këtë çmim dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Si çdo javë tjetër, përzgjedhja u bë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Vetëm pas pak minutash do të mund të ndiqni edhe një drejt për drejt në fakt ngjarjen nga Forumi Itali-Kosovë për agrobiznes, ndërsa në RTK3 ju ftojmë të ndiqni konferencën e ministrës në detyrë të mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli, lidhur me disa dyshime për keqpërdorime në proceset e shpërndësimeve. Për këto dhe informacione më të reja, ne do të mund sigurisht të takohemi në edicionin e orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.